Clifford Donui kishte 3 muaj që punonte me patrullën e autostradës, por ende nuk ishte arritur të realizonte ndonjë gjë të veçantë. I riu ambicioz lexonte libra nga Rex Stewart dhe imagjinonte veten si një detektiv i madh. Fatkeqësisht, gjërat nuk shkuan kurrë përtej ëndrave të tij. Gjatë shërbimit të tij, Clifford ende nuk ishte arritur të ndalonte ndonjë kriminal të rrezikshëm, por ajo që arriti ishte të bëhej objekt talljeje i zonës. Meqense oficerët e tjerë, i panëndrat e tij zbavice, ata vazhduan të talleshin me fizikun e tij të dobët. Vetëm shiko këtë Pinkerton, thjesht nuk mund të mos qeshësh me të. Ai nuk është dhe nuk do të jetë kurrë polic. Clifford mund të ndjente armiqësi nga oficerët e tjerë dhe prurët e tyre, por ai nuk e shfaqej atë dhe thjesht bënte detyrën e tij, që një ditë të mund të krenohej me veten. Clifford nuk pushonte gjatë detyrës dhe qëndronte vigjilent në të gjitha orët e ditës, dhe atë ditë ai qëndroi në postin e tij dhe studionte me kujdes automjetet që kalonin. Kishte shumë kamionçina dhe furgon që kalonin, duke e bërë të ndihej sikur nuk do të kishte fund. Në thelb, oficeri i ri i policisë duhet të sigurohej që askush të mos e t'i kalonte shpejtësinë e lejuar në rrugën që ishte besuar. Ndonjëherë, ai ndalonte automjetet të dyshimta për t'i kontrolluar ato. Kolegët e tij vetëm qeshnin me të, duke u habitur nga zelli i tij. Një javë më parë, Clifford ndaloi një kamionçinë të çuditshme, e cila ishte mbushur me enë plastike. Kur oficeri i policisë e pyeti shoferin për përmbajtjen e kontinierëve, burri tha diçka të pakuptimtë, gjë që vetëm e bëri oficerin më të dyshim. Pas e ndjeu rrezikun, Clifford bëri thirrje kur përforcimet mbërritën në vendngjarje. Oficeri i ri po mbante me armë pronarin e kamionçinës dhe i kërkonte që të hapte kontinierin. Imagjinata e pasur e Clifford priste diamante të nxjerra ilegalisht, ose diçka të kontrabanduar nga vendet e Amerikës Latine. Megjithëse shoferi nuk pranoi të hapte kontinierët, punoi si policisë e bëri vetë. Imagjinoni habin e Cliffordit kur pa 10 gjarprim brenda kontinierëve. Me sa duket, shoferi donte këta zvaranik dhe i kishte kapur për të filluar një arboretum privat. I zhori Clifford, u friksua dhe u tërhoq instinktivisht, gjë që shkaktoi një shpërthim të qeshurash nga kolegët e tij. Siç doli, shoferi nuk bëri asgjë të paligjshme dhe për këtë arsye oficerët e tjerë patën një arsye tjetër për t'u tallur me Clifford. E tëra që mund të bënin policët ishte ta linin shoferin fatkeq të gjarprimve të largohej në paqe. Pas atij incidenti, Clifford mori reputacionin e një humbësi të pashpresë dhe një detektivi dështak. Sigurisht, burri keq, por nuk mund të bënte asgjë për të ndryshuar situatën për mirë. Pavarësisht incidentit fatkeq me kontinierët, Clifford mbeti paq vigjilent dhe i përpikët sa ishte më parë. Prandaj, kur oficeri pa një Cadillac të zi në rrugë, zemra e tij filloi të rrinte në ankth. Për disa arsye të pashpjegueshme, kjo makinë ju duket çuditshme. Gjëja e parë që e bëri Cliffordin të dyshonte ishte fakti se Cadillacu përdore qartë si një makinë për kufoma. Këto e dëshmuan perdet karakteristike në xhama dhe ngjyra e zezë e makinës. Clifford i dha Cadillacut një sinjal për t'u tërhequr. Mirëdita zotri, a kam bërë diçka të gabuar? Vetëm më jep një dënim nëse po, tha shoferi. Pronari i Cadillacut dukej shumë i çuditshëm. Sytë e tij ndoqën çdo lëvizje të Clifford, sikur të fshinte diçka. "Çfarë po transportoni?" pyeti Clifford, teksa kontrollonte targën e makinës. "Zotëri, çfarë mendoni se mund të transportoj një makinë varrimi? Është një arkivol, sigurisht. Më duhet ta çoj në Varreza dhe ata do të merren me të atje." Shoferi u përgjigj menjëherë. Shpjegimi i shoferit dukej mjaft i besueshëm, por kishte një mospërputhje. Nëse ai po e çon në Varreza, atëherë pse ishte vetëm, ku është kortezhi i varrimit, a nuk ishte të afërm i ndjeri, kështu mendoi oficeri. "Tani ja mund të shkoj, ata po më presin atje," tha shoferi. Clifford u tensionua. Intuita po i thoshte se diçka nuk shkonte. Megjithatë,
Duke kujtuar incidentin me kotinjerët, Clifford kishte frikë të bënte një gabim tjetër. Prandaj, ai nuk bëri thirrje për ndihmë dhe vendosi të merret me situatën vet. "Arkivol, a mund ta shoh se çfarë ka brenda?" pyeti Clifford dhe shoferi u tensionua. "Sigurisht që mundesh, por pse do të doje? Nuk ka asgjë për të parë, vetëm një njeri alkolik." "Nuk duket bukur, të jemi sinqert." Por Clifford injoroi këshillën e shoferit dhe hapi derën e pasme të Cadillacut. Në të vërtetë kishte një arkivol brenda. Kur hapi me kujdes kapakun në ato moment, oficeri priste të shinte gjithçka, përveç asaj që pa. Imagjinata e Cliffordit tashmë po pikturonte fotografi të tij duke arrestuar kontrabandistin që po përdorte arkivolin për të transportuar armë dhe bizhuteri. Ai tashmë po zhytej në rrezet e lavdis. Për zhgënjimin e madh të policit, brenda vërtet kishte një grua të vdekur, një grua e moshuar rreth 70 vjeçare. Lëkura e saj dukej e skuqur në mënyrë të panatyrshme, sikur të kishte vdekur një orë më parë apo më shumë. Në pamje të parë nuk dukej dhe aq e çuditshme, por ai tha se ishte një burr alkolik, ndërsa në fakt ishte një grua e moshuar. "Çfarë po ndodh këtu? Është një gabim apo ai më gënjeu qëllimisht?" mendoi Clifford. E gjithë kjo ju duk shumë e çuditshme policit. Për të qenë i sinqert, kjo ishte hera e parë që Clifford kishte parë një procesion të tillë funerali. Zakonisht kishte të paktën 3 makina, por tani ishte vetëm kjo Cadillac dhe shoferi ishte mjaft i çuditshëm. Clifford ndjente se diçka nuk ishte në rregull dhe për këtë arsye ai nuk mund ta linte shoferin të ikte. Duke shtyrë më njan kapakun e arkivolit, oficeri i policisë preku butësisht dorën e gruas së ndjerë dhe u drodh. "O Zot, ajo është e ngrohtë." Sa po tha në atë moment, shoferi e goditi me hekur në kokë. Sytë u errësuan dhe ai humbi vetëdijen. Sulmuesi e shtyu me shpejtësi policin pa ndjenja në makinë dhe përplasi derën. Clifford tani duhet të shtrihej pranë një arkivoli me gruan e moshuar që ndoshta ishte gjallë. Shoferi shikoi përreth dhe më pas u ot me shpejtësi në makinë dhe shtypi gazin, duke nxituar drejt varresave të qytetit. Cliffordit ju deshën ca kohë për të rifituar vetdijen. Clifford nuk ishte as i sigurt nëse ishte gjallë apo nëse kishte vdekur, por fakti që Cadillacu ishte ende në lëvizje e bëri Clifford të besonte se ai ishte ende gjallë. Teksa vinte në prag të vetëdijes, trupi i tij ndjeu lëkundjet karakteristike të vozitjes në një rrugë të dheut. Apo më çon vërtet në varreza, mendoi. Intuita e Clifford nuk e gënjeu. Për pak makina arriti në varrezat e qytetit. Megjithëse Clifford ishte ende shumë i dobët, ai nuk mund t'i rezistonte në mënyrë aktive sulmuesit. Për më tepër, shoferi kishte marrë armën e shërbimit të Clifford. Ndërkohë shoferi zbriti nga makina dhe kontrolloi varrin që tashmë ishte hapur. Shoferi quhej Tony Ramirez. Ai ishte një kriminal i ashpër. Gruaja në arkivol nuk ishte vdekur, por thjesht e mbushur me pilula gjumi. Ka qenë një grup kriminal që e ka droguar plakën. Ata donin të grabisnin në shtëpinë e saj në periferi. Ata synonin pronarët e moshuar të vetmuar të shtëpive, duke u futur në hiret e tyre të mira dhe më pas duke i hequr qafe. Meqense ata nuk donin të merrnin gjak të vërtet në duart e tyre, ata dolën me një mënyrë mjaft të zgjuar për të hequr qafe trupat e tyre. Clifford u shtir si i vdekur dhe e pa burrin duke nxjerrë arkivolin nga makina dhe shtyu atë në varr. Tani shoferit i mbetej vetëm të mbushte varrin me dhe të gëzoj për faktin se një tjetër grua fatkeqe ra në këtë mashtrim. Por në atë moment, shoferi filloi të hezitonte për disa arsye. Në fillim Clifford nuk e kuptoi pse burri ndaloi, por kur filloi të tërhiqte zvarr Cliffordi nga makina, policia kuptoi se cili ishte plani i burrit. O Zot, ai dëshiron të më varros të gjallë pranë plakës fatkeqe. Burrin e kapi paniku. Clifford nuk donte të vdiste dhe për këtë arsye ai mblodhi fuqinë e tij të fundit dhe goditi shoferin në gjoks me këmbët e tij. Shoferi nuk e priste këtë, prandaj dhe humbi ekuilibrin, dhe pasi u pengua në buzë të varrit u rrëzua. Rënja ishte aq e papritur dhe e vështirë sa burri theu kyçin e këmbës në kapakun prej drurit të arkivolit. Ndërkohë Clifford
u drejtua drejt portës duke u lëkundur nga marrëmendja dhe vjellja që po e mbulonin. Duke tundur duart me dëshpërim, polici u përpoq të tërhiqte vëmendjen e çdo vizitori që mund të ishte në varreza në atë kohë. Së shpejti, kujdestari i varrezave e vuri re burrin dhe menjëherë thiri një ambulancë dhe policinë. Asgjë e tillë nuk ishte ndodhur ndonjëherë në qytet apo shtetin e tyre më parë. Historia ishte aq tronditse sa u dëgjua menjëherë nga mediat lokale, të cilat e pasqyruan atë nga çdo këndvështrim i mundshëm. Siç doli më vonë, fal vigjilencës së Clifford, u zbulua një rrjet i tërë kriminal. Ai përbëhej nga disa persona, përfshirë shoferin Tony Ramirez. Ishte Tony ai që përpaksa nuk varrosi të gjallë policin dhe gruan fatkeqe. Për habin e mjekëve të saj, incidenti fatkeq nuk dukej se kishte ndonjë ndikim në shëndetin e gruas së vjetër. Për më tepër, pasi erdhi në vete, Amanda Bronson tha: "Nuk kam fjetur kaq mirë për një kohë të gjatë, por pa shëndrën më të çuditshme." Clifford shikoi kolegët e tij dhe tullmi kokën e fashuar. Për herë të parë në jetën e tij, ai arriti të ndihmojë në ndalimin e një kriminali të vërtetë. Pas këtij incidenti, ata ndaluan talljet me Cliffordin në zonë. Ai madje mori një promovim. Tani kolegët e tij nuk flasin më për incidentin me kontinierët, por vetëm për kohën kur Clifford rrezikoi jetën e tij për të neutralizuar një antar të bandës së kriminalëve. Clifford filloi të vizitonte zonjën Bronson në kohën e tij të lirë dhe gruaja e moshuar e gostiste gjithmonë me çaj dhe pasta. Gruaja e vjetër e dinte se ishte fal Clifford që nuk u varrose gjallë dhe vazhdoi të jetonte jetën e saj në shtëpinë e saj. Së shpejti historia për goximin e Clifford u përhap përtej linjave shtetërore. Historia e kriminalëve u shtrembërua dhe mori shumë detaje që kurrë nuk ishin pjesë e ngjarjes origjinale. Por Clifford nuk i interesua për asgjë nga këto dhe vazhdoi të qëndronte në rojet e ligjit, ashtu siç kishte bërë më parë. Nëse ju pëlqeu tregimi i sotëm, shtypni butonin like dhe lini mendimet tuaja në komentet më poshtë. Kaq për sot, shihemi herën tjetër.